mëlçi në recetën tjetër, si do t'i përgatisim ato, shohim së bashku të shkruara në recetën e vendosur në ekran, që tigani sipas traditës së Vlorës, edhe pitet që i kemi sipas traditës së Vlorës, edhe këtë recetë tigani, 500 gram mëlçi, qingji ose viçi, një qep e madhe, 2-3 thelpinj hudhër, edhe këtu na duhet pak raki, vaj ulliri ekstra i virgjër, krip dhe piper, rigon ose trumzë, lëng limoni për t'i shërbyer. Dhe jep shije, gjithashtu lëngu i limonit do të na ndihmojë në fund fare, nëse do t'i konsumojmë, kështu do t'i skuqim, do t'i përgatisim, na ndihmon edhe për t'i përthithur hekurin mëlçive. Gjithmonë kur kemi për shembull dhe spinaqin që duam ta konsumojmë për të përthithur sasinë e hekur, sepse ne e dim që spinaqi ka hekur, por ka vështirësi në përthithjen e tij. Pra, që atë ta përkthejmë në hekur në organizmin tonë, ndaj duhet ta shoqërojmë gjithmonë me lëng limoni, me vitaminën C. Edhe majdanozin nëse duam t'i marrim vitaminën C, patjetër që duhet sasia, pra nëse e shtojmë tek gjella, tek mëlçit, i shtojmë edhe majdanoz po të duam. Ndyrën. Për mëlçit, brumin ja ku e kemi. Do ta lëm të qëndroj pak, këtu është pak ngrohtë, nuk na pengon nëse do të qëndroj, kështu që po e lëm të pushoj. Marr pjesën tjetër. Që shikni, kemi mëlçit të freskëta, duket që nga ngjyra, edhe kur i zgjedhim tek kasapi, kanë një mënyrë të gatimit, të parapërgatitor të Duhet të mëlçive. shkojë pjesa e mëlçive duhet të jetë njësh me indet në prerje. Do t'i lëm dhe pak në ujë ose në qumësh kam dëgjuar që i lën. Në qumësh për të larguar aromën e mëlçive. Edhe në formë mënyre pastrimi, por edhe për këtë aromën dhe shijen që do të ketë në fund. Nëse kemi anvisa, të cilat janë duke na ndjekur dhe janë nga qyteti Vlorës, le të na telefonojnë për të na treguar dhe mënyra të tjera, edhe pitet, edhe mëlçin, kanë një përbërës siç është tekja e rakis. Keni të tjera receta, mund na i sugjeroni, na telefononi në numrin që do shihni në ekran, vazhdoni ta keni në ekran. Ne ju presim. Bashkë paralelisht është dhe një zhvillim jo fort i këndshëm nga Vlora, kështu që recetat i kemi të tilla këtu. Telefonueset nëse na ndjekin, të na telefonojnë, na vi zëri tyre këtu, për t'i dëgjuar dhe për të na sugjeruar receta të tjera të traditës së Vlorës. Ka plot receta padyshim, kemi munduar të shkojmë nga një qytet në qytetin tjetër në mënyrë të përditshme, sipas traditave që sill Albana, gjithmonë me këmbën në tabanin e recetave të nostalgjisë, e pse jo të mos e përcjellim vazhdimisht në studion tonë, në kuzhinën e Reze Dielli. Le të presim pak të zbutet, qepa, dhe merre. Ti ke marrë kështu një copë tek kasapi, tash do të na tregosh edhe prerjen e saj. Kemi mëlçi viçi. Kam rakin, kripën dhe hudhrat. Priten në shirita. Ka një sekret pjesa e mëlçisë. Nuk kërkon zjerje shumë. Nëse ne zjejmë shumë, fillon e forcohet. Pra, e kalojmë në trupin e njeriut, mëlçia është i vetmi organ që rigjenerohet, dhe a e di Albana se cili organ shuhet vdes i fundit pasi njeriu ndron jetë? Është pikërisht mëlçia. Është organi i fundit që pushon të ekzistuari në trupin e njeriut.
Kam bëritur një telefonat, e mirëpresim. Dëgjojmë zërin e kujt? Mirë se erdhët. Mirëmëngjesi. Ju dëgjojmë nga po telefononi? Dua të flas me Jemi zonja, drejt për së drejti, nga Flora, po, jemi duke folur së bashku, zëri juaj vjen direkt këtu në kuzhinën tonë. Po, nga Vlora jam, Nga Vlora. Ju përgëzoj për emisionin. Faleminderit. Po. Tani, kemi dy receta. Më pëlqen shumë gatimi juaj, dhe atë, po, i pash, po ju ndjek që nga fillimi. Edhe atë mëlqin e gatuaj me perime, shumë të mirë, me shumë lloj perimesh, bëhet shumë e mirë, edhe kështu si po e gatuam zonja Albana. Në lidhje me ato pitet, ne këtej nga Vlora i bëjmë dhe petullat vetëm me raki, me krip dhe ujë, dhe bëhen shumë të mira. Po. E njëjta, me miell gruri apo shtoni dhe pak miell misri? Jo, nuk e shtoj fare miellin e misi pas traditave tona të nënave. Miellin e grurit. Vetëm miell gruri, ujë, krip, vaj. Po, bëhen kështu të sheshta, dhe më pas me çfarë i shoqëroni kryesisht? Të sheshta, po me djath, me mjaltë, me çfarë të mundemi. Ka ndonjë arsye sepse i shtohet rakia? Rakia, për të mos i hedhur as maja as sot, edhe e kullon, e bën shumë mirë, vetëm që do pak zjarr, që të piqe. Do një vaj të nxehtë. Do zjarr të fortë. E kuptoj. Po tjetër recetë nga Vlora. Po, sigurisht, po edhe zjarri duhet sik i fortë. I fortë. Po kemi lloj receta shtashi që ati përmendin kohë të gjitha gjërat. Më tipike që falenderoj. Ju e përgatisni. Po sot për shembull çfarë ke gatuar? Çfarë ke menduar të gatuash? E kemi zonjë? Sot nuk kam gatuar fare se e bëj gjellën për 2 ditë. Sa mirë. Do t'jeni pak veta, besoj. Po 2 veta jemi burë e grua, s'ka në Shqipëri të jetë veti 3. E vërtet, e drejt. Ashtu është. Janë larguar ose zgjedhin fëmijët të jetojnë më vete. Ju uroj shëndet, të kaloni dhe ta keni sa më gjatë njëri tjetrin në krah. Faleminderit. Gjithashtu dhe ju, kalofshit një ditë të bukur. Gjithashtu edhe ju, faleminderit. Javë të mbar. Na dëgjuan zonjat e Vlorës për recetën, siç e tham që fillojmë edhe i futim pak duart, i moderojmë pak tek recetat. Gjithmonë për t'i përmirësuar. Kjo dhuratën. Është një dhuratë. Gatim është gatimi që unë jam inspiruar nga zonja Dhurata. Dhe Dhurata dihet që është një ndër, po të themi, edhe historiane dhe ullumtuese e gatimit të traditës. Është pasuri për kuzhinën tonë, Dhurata Thanasi. Prandaj është vërtet, është një lugë argjend. Vërtet. Në tryezat tona, është një lugë argjend. Atëherë këtu unë kam mëlqit, i kam prerë në ripa, e kam ndihmuar me pakës fare krip, këtu unë kam preshin, i cili fillon edhe zbutet duke i shtuar pjesën e kripës, bashk i shuajnë me rakin. Në vendosim pak vaj. Tani filloj kripën dhe e lë të bëhet. Sikurse edhe këtu, i largoj të gjitha, sepse dua që të filloj me pitet. Të skuqim 2-3 pitet e para për t'ja u treguar zonjave, derisa bëhet gati dhe zbutet mirë qepa preshi për mëlçit. Sipas traditës së Vlorës, pak raki i shuam mëlçit, sigurisht kripën gjatë rrugës jo që në fillim, sepse dihet që nëse e shtojmë kripën që në fillim dhe tek mishit dhe tek mëlçit, ndikon që ato të qëndrojnë të forta dhe kjo nuk na duhet. Duhet që qëndrojnë të buta. Punojmë edhe një herë brumin, duke i dhënë atë energjinë e mirë dhe ngrohtësinë e dorës.
Shumë mirë. Me një letër e di që këti aty, me një letër e fshim pak. Sepse e dua ta kem këtë shije. Prandaj dhe e lash. Dhe e lëm të bëhet dikush do t'i pëlqej që të jetë kërce mëlçia. Po. Do të shtoj edhe këtu pjesën të vajt. Pra e lash shijen, sepse këto pite shkojnë me shijen. I vëtë kapakun që të më bëhen